Policia ka ndërmarrë edhe një aksion në lagjen Vizbek të Shkupit, në kërkim të Fazli Sylas. Sot është bastisur shtëpia e hallës së tij Qipëri e Bardhit. Ajo thot se Syla kërkohej nga policia pasi siç prehet ajo, ai ka luftuar në Siri. E kërkoshin djalin e vllait tem, ama djali vllait tem nuk ka këtu. Ai ka dalë jashtë. Ku më gjet në mia vizatu atina? S'ke këtu. Që më konë të onë t'i shkon, ta këshin zonë këtu, unë s'jam kundra. E kanë zonën, dhe s'kisha shka me ban. A për shka kërkojshin nga djelën e vllavit ta? Pa jo konë në Siri që a gjenë luftë dhe për qatë kësha e kërkojnë. Balë vëlla fërisum, që më dhëmë të edhe gjalli. Pa pikfaj, qika e smut. Mëse ma kaldu në atë slikën, a pe një kësë slikën, në atë moment i thash nuk pe njofë, se unë nervozova shkurt. Dikur i thash po, thash gjalli vllajtem ashtë. Ju a për që këtë këne ardha. Banorët e lagjes tregojnë se janë zgjuar nga gjumi nga zhurma e madhe e policisë. Pejsora jam kanë në gjumë, veç kur kumni Macedonisht të piskat. Ndërkaq, nga Ministria e Punëve të Brendshme, sqarojnë se kanë kërkuar një person për të cilin më herët kishte urdhër arrest dhe se kjo ishte një kontroll e zakonshme.